dhe shumë të veçantë natyrisht të mundësuar nga Art Motion, e ka përjetuar edhe Belgin Jashari. Është kolegu ynë Arlind Sadiku, drejtori redaksisë së futbollit në këtë platformë të madhe, ai i cili do të na sjellë më shumë detaje rreth këtij aranzhmani natyrisht, pastaj edhe pak rreth ndeshjes që pritet të zhvillohet sot, nëse Napoli do të mund të shpallet kampion ose jo. Brava pushtrenit, brava përshkuesit e Klan Kosovës, unë për momentin gjendem në sektorin e gazetarëve, Belgini së bashku me trajnerin e tij Artur Roshitit janë reatuar në sektorin e VIP-ve për të parë këtë ndeshje. E ka quajtur Belgini si udhtim të jetës, sepse sonte në këtë ndeshje themi finale, po e përcjell ekipin e tij të zemrës, edhe ka pasur shumë gjëra brenda këtyre 24 orëve principale në Itali që kanë ndodhur në jetën e këtij fëmije. Për e parë ka hyrë në aeroplan, për e parë për e shkën shkollën e tij Napolin, shumë afër që të shkollet kampion në Itali. Padyshim që çershia mbi to do të ishte edhe për nesër pas në suksesin e Amir Ramonit, i cili është afër që të lë shumë gjurmë atë çfarë ka bërë legjenda Diego Armando Maradona, që ishte shkollën 2 herë kampion me Napolin në vitet e 80-ta, edhe Ramoni është afër të shkollën 2 herë në 3 vitet e fundit. Betojmë se ky vetëm lojtar i Napolit që ka luajtur çdo ndeshje të këtij edicioni në Serie A dhe padyshim që ai e meriton të sukses. Te Napoli sonte shtatojnë Alex Meret, Gilmour, pastaj Scott McTominay, Romelu Lukaku, Amir Ramoni, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Spinazzola, Raspadori dhe Andisa. Për ironi të faktit, nuk është trajneri Antonio Conte në bankë rezervë sonte do drejtohet Napoli Gastelini. Kujtojmë që të dyja ndeshjet edhe Napoli Cagliari pasu dhe Inter komoditet në transmetimit drejt për drejt sonte në Art Motion në ora 20:45 dhe kujtojmë që në rast se të dyja skuadrat mbesin me pikë të barabarta do zhvillohet një finale e madhe të hënë në ora 20:45. Faleminderit Arlind për gjitha këto informacione. Natyrisht shikuesit do të mund të njihen me kampionin e ri të Italisë sonte përmes platformës kryesore shqiptare Art Motion. Ne Linda kaq kishim kohë, mbasi edhe kemi kaluar për disa minuta limitin. Po kushtrim, por para se të ndahemi i veçojmë edhe një herë 2 nga titujt kryesor. Kryediplomatja evropiane Kaja Kallas